madh i shoqërisë sonë, që quhet shoqëri acide, është se ne kemi vrarë ëndrat e fëmijëve. Dhe e di ç'do të thotë të vrasësh ëndrat e fëmijëve? Do të thotë atë që tha Lori, që në prindërimin e bukur, dhe këto i kemi humbur nga mosha 0 deri në 5 vjeç, pastaj shumë vonë. Në këtë prindërim të bukur, ne duhet i japim kohën, të gjithë kohën, kohën e pafundme dhe ju drejtojmë prindërve të rinj. Ju lutem, teksa keni sjellë fëmijë të mrekullueshëm në këtë botë, shijojini se do vi një moment që do t'ju kthehen të gjitha gjërat në kundërshti dhe do thoni çfarë i bën vetes, po do t'jetë shumë e vështirë për t'u rregulluar. Shijojini ciklin e fëmijëve që ju rriten përpara syve. Kuptoni se brënda çdo njeriu flegjeniu, nxiteni mendimin e tij. Nuk ka fëmijë problematik, ka prindër të paaftë për të menaxhuar fëmijën dhe ka mësues të pazot për të menaxhuar nxënësin dhe për t'i bërë ata të aftë. Çdo fëmijë është i aftë dhe ka fësi të jashtëzakonshme dhe ata që kanë aftësi ndryshe, kanë një qasje ndryshe nga realiteti që e shohim ne. Prandaj në këtë puzzle kaq të bukur të jetës, është e pafalshme që ne t'ju vrasim ëndrat fëmijëve. Dhe si ja u vrasim ëndrat fëmijëve? Unë nuk e di tani, se si mund të vësh të dëgjoj fëmija Arina balerina në moshën 5 vjeç që janë ato këngët, kur nëna nuk i ka kënduar një këngë qingj i vogël, kur nuk i ka kënduar një ninull, kur nuk i ka orientuar me një prall, kur nuk i ka treguar një gjë të bukur. Rina, Zysha, më falë, është mirë, po ka këngë po thash, më kujtua kjo se ndjes, nuk i di këto lloj këngësh, po më krijojnë atë që quhet kakofoni në vesh dhe kjo quhet dhunë e dëgjimit e mënyrës akustike. Pra, kjo është një dhunë akustike e cila pastaj shfaqet me një fjalor. Fjalori i fëmijëve tanë është fjalor që të vjen keq kur e dëgjon. Ata kanë aq pak fjalë se prindrit të gjithë janë turur për të mësuar gjuhën angleze. O prindër të dashur, fjala dashuri dhe urrejtje nuk thuhet as me gjuhën angleze, as me gjuhën greke, as me gjuhën gjermane, as me gjuhën italiane. Thuhet me gjuhën e bukur dhe të bekuar shqipe. Mësojini fëmijëve të flasin drejt dhe bukur dhe tregojini cilët janë fjalët që të bëjnë të ndjesh krenar, ose fjalët falenderuese, cilët janë fjalë që nuk duhen përdorur, ose fjalë me pull të kuqe, cilët janë fjalë që na bëjnë të bukur kur ne tregojmë dhe argëtohemi. Të mos i mësojmë fëmijët të mësojnë fjalorin e madh të fëmijëve dhe bëjnë ca pyetje, sidomos në ca emisione që ty të ikën, ti ri kështu dhe të bien të gjitha diplomat e tua poshtë, se ti dëgjon që fëmia që është i vogël bën pyetjet e një 35 vjeçari, 40 vjeçari se nuk e kupton kuptimin e tij. Dhe ky quhet deformacion në bashkëbisedim dhe në logjik. Pra, kjo quhet analfabetizëm funksional, që ti e mëson fëmijën të flasë një gjë që se kupton, dhe ai thjesht e thot, po nuk e kupton, dhe kështu do t'i shkojë tërë jeta e tij, dhe ai kur të rritet, do thot, po ky s'di të kuptoj asgjë, pikërisht për faktin se ti nuk e ke vënë në bashkë bisedim dhe në mënyrën që ai të kuptoj drejt. Dhe kjo gjë bëhet ke çerdhja, ke teta edukatorja, ke kopshti, që është socializimi më i madh dhe që është orientimi më i madh drejt orientimit seksual,